Ky burri këtu në skenë quhet Ramon Dino dhe pas lotëve të tij fshihet një histori e fuqishme që askush nuk e tregon. Ai sapo ka fituar kampionatin e tij të parë si Mr. Olympia duke u bërë braziliani i parë që arrin këtë. Por ajo që shumica nuk e dinë është prejardhja e tij. Ramoni u rrit në varfëri ekstreme në Brazil. Nuk kishte palestër, nuk kishte suplemente, nuk kishte trajner. Ndërsa konkurrentët e tjerë stërviteshin në ambiente elitare me ushqyerje perfekte, Ramoni thjesht përpiqet mbijetonte, duke ushqyer vetëm me oriz dhe vezë çdo ditë, sepse ishte vetmja gjë që ai mund të përballonte. Por Ramoni kishte diçka që të tjerët nuk e kishin. Kishte uri edhe besim të jashtëzakonshëm, jo thjesht uri për ushqim, por për diçka më shumë në jetë. Ai filloi të stërvitej me çfarë gjente, peshat sajura në parqe publike, pa justifikime, pa pritur momentin e duhur, thjesht veproi. Dështoi prap, vit pas viti, ishte afër, por kurrë aq sa duhej. Shumica njerëz në fakt do të ishin dorëzuar, por Ramoni nuk u ndal. Ai u përshtat, mësoi dhe vazhdoi të shfaqej. Pas vitesh këmbgulje, i ardhur nga një varfëri ekstreme duke ngrënë oriz dhe vezë çdo ditë, më në fund u bë kampion bote. Fitoi Mr. Olympia, jo sepse kishte gjithçka, por sepse refuzoi të lejonte mungesën e gjërave ta ndaloni. Tani pyetje për ty. Cila është gjëja që po e përdor si justifikim për të mos filluar sot? Më shkruaj më poshtë, Zoti Bekoft.